Duhet të rritet nataliteti sepse Kosova ka rënje të lindjeve dhe kjo është shqetësuese. Me kaq shqetësim e sheh rënjen e lindjes së fëmijëve ginekologu i njohur kosovar Afrim Muhaxhiri. Sipas doktor Muhaxhirit, tkurja e familjeve e rrezikon ekzistencën e shqiptarëve dhe bën thirrje që së paku çdo familje të ketë 3 fëmijë. Që nga viti 2022 e deri në fund të vitit 2025, në Kosovë kanë lindur gjithsej 105.671 fëmijë, sipas të dhënave të publikuara nga Agjencia e Statistikave të Kosovës. Sipas doktor Afrim Muhaxhirit, faktori i rëndësishëm që po ndikon në rënjen e natalitetit është shtyerja e kohës për krijimin e familjes, rrjedhimisht edhe paraqitja e problemeve me fertilitetin që vijnë me moshën. Doktor Muhaxhiri thotë se problem tjetër mbetet edhe infertiliteti që vjen si pasojë e stilit të jetës, ndërsa kushtet ekonomike dhe largimi i popullatës drejt vendeve të ndryshme të botës janë faktorë të tjerë që po e tkurin familjen në Kosovë.